Imami kush është? Ki e ilm kadir, në ilm gajri kadir. Ilm kadir di absolute është Allahu. Ai din gjithçka, ai shef gjithçka, ai ndihjon gjithçka. Kurse njeriu është i kufizuar me dijen. Ai nuk mund të dijë gjithçka, nuk mund të shohë gjithçka, nuk mund të ndijojë edhe gjithçka. Dhe mu për atë, kush është ai imami, ai hoxha, ai teologu që ju prin xhamatit? Është i kufizuar. Ai atë dijen që e ka fitu ndërmjet disa birave. Shiqon ndërmjet di birave. Ndigjon ndërmjet di birave. Nuhat ndërmjet di birave. Edhe shijon ndërmjet një birave. Vini sësaj është i kufizuar edhe hoxha, edhe teologu, në krahasim me dijen Allahu xhaleshon.